Viktor, I kam përzgjedh 2 statuse tuat. Në Kosovë pare e famë nuk bëjnë të mençmit, po kriminelët e ata që si kanë 2 pare mend. Shumë e drejt për drejt, shumë e ashpër. A vlen kjo për krejt? Apo se ju ke thonë këtu ndër tjera atyre TikTokut budalen? A mendon njëjtë? Realisht nuk vlen për krejt, është përgjithësim, sigurisht. Mirë po, mendoj se rrjetet sociale nuk I bojnë njerëzit ma të mëshëm, I bojnë ma budallënj. Besoj është konstatim jo vetëm imi, po është komplet I njerëzve ma të mëshëm në botës këtë rast. Pra, bota nuk është ka shkon drejt genialitetit, po drejt idiokracisë. Realisht në Kosovë është vështirë pasi që prirja popullatës është t'i respektojnë gangsteret dhe ata që kanë pare. Pra, nuk I respektojnë njerëzit e arrirë në profesionin e vetë, apo njerëzit që kanë bo vepra të mëdha jetësore. As nuk I njohin.